Partia Demokratike e Kosovës është e qartë në pozicionin e saj. Ne jem opozit. Po te presidenti duhet konsensus. Vazhdojna me mendu që nuk duhet një subjekt politik me i pas gjitha pozitat. Edhe nuk e di çka është kjo tendencë e qosje autoritare ose diktatoriale me rënu dhe pak e ti. Me e pas komplet. Albin Kurti ka fitu për shtetin. Nuk për mjafton për shteti. Ai po e synën shtetin, se për shtetin e ka fitu. Ko 100% të ekzekutivit e ka të fitum. S'mundu me janolli. As nuk jem të dosh me janolli. Po me bo opozit, po për punt edhe defektet edhe dështimet që jam duke diskutu sët, ndërsa për punt e mira, në rregullim, dëshirojmë me u bo punt mira. Nuk po i mjafton për shteti. E ka synim shtetin dhe nuk lejojmë me u ndryshu struktura dhe organizimi demokratik i Republikës Kosovës. Republika Kosovës është shteti pavarur sovran, i shpollur me 17 shkurt 2008, duhet me rujt dhe me mbrojt, me e forcu, e kemi obligim të gjithë, sidomos në si gjenerata të reja, dhe me promovu me krenari dhe me pas energji e përkushtim maksimal me dëshmëri dhe përgjithësi. Ndërsa për president është temë që duhet me emrri konsensusin.